e kemi propozimin tonë për kandidatet e kryetarës së Kuvendit Republikës Kosovës. Zonja Albulena Haxhiu është njëra ndër gratë jo vetëm të votuara në vendin tonë, për të cilën domethënë ja ka dhënë besimin populli, por të njëjtën kohë është një grua që ka përvojë të gjatë, jo vetëm si ministre, po edhe si deputete e Kuvendit Republikës Kosovës, ka qenë udhëheqëse edhe komisioneve shumë të rëndësishme. Kështu që nëse dikush me të vërtet e meriton dhe ka mbështetjen e gjithë secilit prej neve në këtë drejtim, është Albulena Haxhiu. Nuk mundet individ apo grup individësh nga subjekte tjera politike me determinu atë ose personin të cilin ne e kemi si propozim, për të cilin besojmë në të. Të njëjtën kohë, pse duhet të propozojnë emra të tjerë, e di që është përmend emri im, po në fakt am ka pyet dikush a du të jem unë kryetare Kuvendit Republikës Kosovës apo jo. Pse ja u jap e marrin në fakt atë drejt të bëjnë propozime të tilla. Siç e thash, ne e përkrojmë zonjën Haxhiu për shkak që mendoj që nëse është dikush që me të vërtet i del zot kësaj detyre është Albulena Haxhiu. Po do doni ju të bëni kryeparlamentare, sepse përmendet përvojën, ju keni përvojën si nënkryetare. Nuk do të thotë që vetëm se unë kam përvojën, siç e thash, Albulena Haxhiu ka përvojë shumë gjatë brenda Parlamentit Republikës Kosovës, në fakt se sa ka më, po pak rëndësi ka ajo. Pse duhet jem unë ju Albulena Haxhiu, këta nuk e kam të qartë. Po jo, nuk jam të refuzu, po nuk mundem une, unë nuk jam duke refuzu. Ne e kemi propozimin tonë si lëvizje vetëvendosje për zonjën Albulena Haxhiu, të cilën e përkrojmë që të gjithë fuqishëm brenda subjektit tonë politik, dhe nuk mundet një subjekt apo subjekte tjera politike ta determinojnë se kë e kemi ne kryetar apo kryetare të Kuvendit Republikës Kosovës, e cila është e garantuar me kushtetutë dhe ligjet tona. Është shumë e thjeshtë. S'ka rëndësi hiç, am kupton. Është edhe tjetra, unë e thash spet jo, m'fal. Nuk pse përçarse. Pse ka qenë e zëshme, pse nuk është zbraps kur, ka qenë e fuqishme në bindjet e saj, pse kur vjen puna te një gru, kur është e zëshme të qenë ka përçarse, pse nuk është diskursi i njëjtë atëherë në raport me burrat. Është shumë e thjeshtë. E kemi mundësinë e artë ta kemi një kryetare të Kuvendit Republikës Kosovës, edhe një grua që me të vërtet besoj shumë në përfacimin më të mirë të mundshëm që mundemi me pas brenda vendit tonë. Unë? Pse ata ju propozojnë? Pyeti ata. Mendimi ju? Shiqo, njëjtë sikur zgjedhja e këtë rast kryetares së Parlamentit Republikës Kosovës, i kemi edhe nën kryetarët. Kjo i bie, si të themi edhe ne, po jo, ne po dojmë që ky person duhet me qenë prej subjektit tonë politik nën kryetari i kuvendit. Është njëjta qasje. A dojnë me kriju që asiloj presidente? Është e pa kuptim, s'ka asnjë kuptim do. Është shumë e thjeshtë. Votohet kryetarja e Kuvendit Republikës Kosovës, votojnë nën kryetarët, hecim tutje, mas andej kemi procesin për formimin e qeverisë. Faleminderit shumë.